Vijuan edhe të dielën kërkimet për 30 vjeçarin Jurgen Karaj i zhdukur prej mbrëmjes së të shtunës pasi makina ku ai udhëtonte si pasagjer përfundoi në mes të përrojit të fshatit Dars në Klos. Banorët e zonës, policia vendore dhe forcat e kërkim shpëtimit kanë vijuar kërkimet gjatë gjithë ditës, por deri më tani pa rezultat. Në operacion janë përfshirë dhe polumbarët e forcës speciale Renea, të cilët po kontrollojnë kanalin dhe zonat përreth. Sipas policisë, mjeti drejtohej nga 24 vjeçari Andi Llosha. Në rrethana ende në verifikim makina ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në ujë. Llosha dyshohet se ka qenë në gjendje të dehur, ai ka mundur të dalë nga makina, por më pas është larguar duke braktisur bashkëudhëtarin e tij në mes të ujit. Sipas burimeve, shoferi nuk ka njoftuar as policinë për aksidentin. Mjeti u gjet të shtunën, por pas një gjurmë nga 30 vjeçari Karaj, dyshohet se ai ka tentuar të dalë në breg, por rrjedha e fuqishme e ujit mund ta ketë marrë me vete. Policia njofton se 24 vjeçari Andi Llosha është shoqëruar pasi u largua nga vendi i aksidentit dhe nuk ofroi ndihmë për pasagjerin. Edhe disa orë pas ngjarjes ai rezultoi pozitiv në testin e alkoolit. Kërkimet pritet të vijojnë edhe gjatë natës dhe në ditët në vijim, teksa autoritetet bëjnë thirrje për kujdes të shtuar në zonat me rrezik nga rreshje dhe përrojt e fryrë.